Këngë shumë e bukur, dhe natyrisht mund t'janë bërë ngritur e televizione nga më të ndryshmet që dikush transmeton këngë, dikush transmeton mesazhe të ndryshme të qytetarëve njëri me tjetrin. Janë lokale, janë televizion në rang qarku, ka televizione këto që janë kombëtare, por veç atyre ka dhe një dyndje të madhe këtyre televizione pirate. Por ky që vjen sot në Portokalli nuk ka lidhje me piraterin. Është thjesht një televizion lokal. Ka dhe ajo kuptimin e vet. Ta ndjekim TVRSK. Përshëndetje Ersekse dhe Erseksa. Ja ku takuam përsëri në rubrikën Përshëndetje nga ekrani. Si fillim duam t'ju kërkojmë falje që nuk ishim në transmetim javën e kaluar, po na ra antena nga Taraca, edhe s'kishim me çfarë të transmetonim. Pa mburko filloj me letrat e dërguara. Mësuese Sofika e Kimis përshëndet gjithë nxënësit e saj dhe ju thot: dëgjoni nxënësa, unë pas 2 javësh kam ditëlindjen. Po ja u them që sot, se bën vakis më bëni dhurata, ja u dogja fytyrën me acid, po ju them. Neimit, të cilit i ra zjarri në dyqan, përshëndet grupin e gatshëm të policisë, që natën e fatkeqësisë e kishin parkuar furgonin para dyqanit, po ju doli gjumi kur shpërthyen bomblat e gazit. Më falni? Ja një teleshikues i cili kujtohet me mesazh për përshëndetjen e tij. Do thoni ju kush është? Po është Bexheti. Bexheti i thot gruas: vëre dushin në prizë të do vi të lahem. Ja dhe një mesazh tjetër. Si të kiri jam, po i kotim atë surat se na e dogje televizori. E di që je gomar? Si të kiri, unë gomara? Po mirë unë gomar, po ty që ta drejt gruaja më tresh, ha? Qëna i prishi Terezin, nese, vazhdoj me përshëndetje. Prifti Borovës përshëndet të gjitha gratë dhe ju thot: mos u rëfenin e prifti shtikër, se si mban që barku është lapaqena ju. Dhe përsëri anonimi Peçoj, cili shkruan anonime se Smeralda me vargje poetike. Pasi mole lopën, erdhe drejt e unë, me lopat në dorë më pyete: jam e bukur shumë? Zura hundën për mashallah, je si rush, si baklava. Ti drejt meje dorën shtrive, të thash të kam si vic kooperative. Smeralda, të them të vërtetën, ma hoqe trurin me barsetën. Dhe këto ishin përshëndetjet për javën e sotme nga TVRSK. Natën e mirë!